Gjithsesi, Ledio gjithmonë e bën kështu me Hilen, ne fillon emisionin. Ledio, jo, Ka filluar emisionin po. Ledio, të lutem. Kështu që Gjergji, mirë se erdhe në takimin e radhës. Mirë se u gjeta. Në Eter, në podcastin ton të përbashkët bashkë me Ledion. Bashkë me Ledion, ne gjenë. Përpara se përshëndetje, zotëri Arjan, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit dhe kënaqësi dhe për mua që jam në një podcast kaq friendly dhe kaq miqësor. Përpara se ne të bëjmë ato qokat tona, një pyetje kam, si ka mundësi që ju të gjithë njerëzit që merreni me boks, me arte marciale, me sporte që ne i konsiderojmë deri diku të dhunshme, apo jo, pavarësisht e kryejmë vetë, kur ju shef kështu jeni të qetë, paqësor, pra keni dy anë tuaja të brendshme apo nuk doni të nxirrni këtë anën tjetër? Jo, sporti në thelb janë dy kultura që ndërthuren. Domethënë ti je një person si një fëmijë që ti lind pra siç je nga nëna dhe gjatë rrugës ti mëson që nëse rrëzohesh, do ruhesh. Dhe sporti mëson sigurisht që ti mund të rrëzohesh, po do ta përballosh dhimbjen, ose do ngrihesh, ose nuk do rrëzohesh, ose nëse do rrëzohesh do ngrihesh. Pra, ka një gjë të bukur ama që thuhet që nëse ti bie dhe dështon, suksesi se të paktën e provove, se ka nga ata që nuk e provojnë fare. Po patjetër. Për një prezantim shumë të shkurtër, sot kemi të ftuar zotin Arjan Rizaj. Ne do t'i drejtohemi në mënyrë miqësore. Po kemi edhe këtë absolutisht më thjesht. Me gjithë ftuar, duam që të ndjen si pjesë e tavolinës ku jemi, me emër direkt. Arjani është presidenti i Federatës të MMA-s në Shqipëri. Besoj shumë veta e kanë dëgjuar kohët e fundit se kemi patur një pjesëmarrje në një turnament shumë të rëndësishëm në Serbi, kohët e fundit, apo jo? Dhe gjithashtu është person që merret me trajnimin e forcave komando, që duhet na bëj të kemi frikë apo të ata për respekt? Jo, frikë jo. Respekt. Dhe duhet na bëj të kuptojmë që kemi të bëjmë me njerëz cilët me punën e tyre të përditshme që ne na duket e zakonshme, kontribuojnë shumë në gjëra madhore që kanë lidhje direkt me vendin. Në të trajnimet. Me forcat komando. Edvini për shembull që duket qartazi që marrëdhënia me sportin e ka arkivuar që në moshën 4 vjeçare dhe ka lënë flek. E ka lënë në gjumë, jo se nuk e ka. Sa muaj duhet që të bëj një trup të bukur që të reflektojë edhe në fytyra i shkëlqimit të trupit të bukur. Si tham që sa herë të rrëzohemi dhe ngrihemi, pra nuk kesh asnjë problem që nuk është rrëzuar. Nuk e bëj, mund ta quash rrëzim në moment që ti nuk ose je neutral, atëherë ti mund të nisësh një ditë bukur dhe nga aty mund të fillosh ti kuptosh që sporti ka benefite të jashtëzakonshme për secilin prej nesh. Nëse ti lëviz bën një aktivitet qoftë shëtitje, qoftë vrapimi lehtë, qoftë të koordinuara me ushtrime në një palestër modeste apo në një kushte shtëpie, të siguroj që për një kohë caktuar ti do të vendoset vetë organizmin eficiencë që të thuash duhet të bëj edhe diçka më tepër. Pra, asnjëherë nuk është vonë dhe nuk dukesh keq sepse ti lëviz gjithë ditën dhe në një farë mënyrë je i stërvitur për shkak të aktivitetit që ke. As vetë nuk e besoj këtë. Apo dëgjoj. Ajo që unë kam arritur të konstatoj sepse në jetën time kam pasur disa periudha që kam bërë sport shumë intensiv, me ulje dhe me ngrihje, madje edhe boks për një periudhë kohe, është vetëm një qenie që merr frym në kuptimin e fjalës njeriu, që transformimin e tij të forcës fizike ka të jashtëzakonshëm. Kam parë njerëz cilët nuk çonin dot një gotë nga tavolina, nga opoziteti me pesha, dhe pas 1 apo 2 viteve edhe një kal mund ta ngrenin me forcën e tyre. Pra muskulatura e njeriu është shumë e çuditshme në mënyrën se funksionon. Forca e njeriu, si po e thoni, forca fizike, domethënë potenciali fizik i personit i njeriu, qenies njerëzore është i forcë pse po ta vini re, domethënë edhe dimensioni i njeriu ka ardhur i zhvilluar sepse ne jemi qenia që e kontrollojmë të gjithë hapësirën edhe kemi mendimin, por ama nga ana fizike, si mund të marrim ne persona që kanë funksion në jetën e vet që punëtor fizik, të janë shumë të fortë. Me një dorë mund të kapi të rrëzojnë tokë. Edhe do të thotë që nëse neve trajnojmë instiktivisht dhe paralelisht muskulaturën dhe të lidhur këtë në një fushë caktuar, padyshim që forca është e jashtëzakonshme. Potenciali, po sigurisht edhe instikti. Si trajnohet forca e mendimit për ta bërë këtë gjë vetëm për vetmbrojtje? Kam qenë shumë kurioz. Se kur ne rrisim bisha, pra ka sporte që rrisin bisha. Ky është një sport që rrit bisha. Si a dilni ju që këtë bish ta rrisni dhe ta ktheni në funksion pozitiv, që ai mos bëhet i dëmshëm? Se mbarmën
filmin e pik djali karates. Karate Kid. Me femër e bonsai. Që i futi një pula atje dhe vraponte që të kapte pulën. Po për forcën e vendimit. Forca e vendimit. Si ta qep të femër e bonsai. Van Damme është me Van Damme, është Jean-Claude Van Damme. Po jo. Jo? A është me Tong Porno? Jo, djali karates është me... A Karate Kid, që i keni vjetri. Me atë mjeshtër gjishtë. Që për atë kështu. Okej. Ishte hiti viteve 90 e veprimi kështu. Patjetër, po këto janë shumë sporte disipline që kanë pas tradit. Këtu në Shqipëri, në vendin tonë dhe në gjithë rajonin, ke sportistë të jashtëzakonshëm. Nëse domethënë kjo gjë zbulohet dhe ndiqet, suportohet, kemi sportistë të jashtëzakonshëm. Po në lidhje me disiplinën, nuk pretendojmë që trajneri mund të bëjë gjithçka, po trajneri ruan dhe ruan një rol thelbësor tek përgatitja e një të riut, që ai të jetë me rolin e një mentori ndoshta. Po patjetër, sepse duhet që të besojnë te njëri tjetri dhe një sportist nëse nuk të dëgjon dhe nuk beson, do të thotë që këtu është një problem shumë i madh, distanca është shumë e largët. Unë nuk po them që sportisti dhe trajneri ndoshta në një kohë caktuar mund të jenë dhe shumë miq dhe shumë shok. Unë kam rastin e kampionatit në Serbi, që morëm pjesë, u shkëputa sepse kështu vajtëm dihen kushtet, morëm një shtëpi hostel, domethënë për shkak të çmimeve të tjera, por ishim detyruar që ditën e ndeshjes me secilin sportist, pasi ishim me 5 sportistë, do të ishim te hoteli akredituar që të kontrollohesh sepse është aktivitet kampionat evropian, shumë zyrtar. Dhe Reni Sysa, një djalë 15 vjeç, më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Pasi kur i ra kundërshtari edhe me 3-4 ndeshje, këtu nuk ishte përvojën e dur, i ra nga Ukraina, sportisti Ukrainas 35 ndeshje. Mendoje pak që ka lind palestër. Edhe këtu u thye ajo barriera dhe i thash Renis, pasi biseduam në një kafe, jemi bashkë, ne jemi shumë shok bashkë, i thash. Unë nuk ta kam thënë ndonjëherë, je miku im më i mirë. Që kam parë ne nesër kemi ndeshjen edhe çado që të ndodhi ne do jemi prapë bashkë. Por jam i sigurt për një gjë, i thash. Mua më duket se ti je gati dhe do fitosh ndeshjen, se përgatitjen e ke bërë shumë të fortë. A gabojmë, i thash, apo është e vërtet kjo? Filloi të kishte një emocion brendshëm presorta, për mua është një fjalë shumë e madhe, tha, po nuk di si ta shpreh këtë që më konsideroni mik. Po patjetër, i thash, sepse jemi për një qëllim, më shumë se kaq. Ditën e ndeshjes më tha mua profe, më jep energjitë tua. Dhe siç e bëra, mora kështu vendosa te balli, un po ta jap gjithë energjinë time, i thash, dhe jam i sigurt që po luftojmë bashkë në këtë oktagon. Po kampionati evropian domethënë është ëndër për këtë dojë, thjesht. Hyri në ndeshje, kishim bërë të gjithë ato përgatitjen teknike, që unë i thash që sportistin tjetër e keni më shumë me xhuxhitsu, me mundje, në mbash distancë do bësh këtë dhe do ta kontrollojmë. E ka kontrolluar, e bëri sportistin, domethënë që ishte pretendent i kategorisë, që ta humbiste komplet dhe humbi me vendim unanim. Sportisti jo fitoi ndeshjen dhe me vendim unanim. Dua të them, nga disfata ose nga mendimi, mentaliteti i ndryshuar për shkak të mos eksperiencës, emocioneve dhe mos po ai arriti që të fitonte një ndeshje shumë të vështirë. Po ç'a ndodhi ndeshjen tjetër, se dua ta them edhe këtë. Roli vetbesimit është. Tha më profe, tha, aty thash unë, e pa atë sportistin tjetër të Walesit, profe më tha mua, me zorë për presë të maroj, tha që të ha çokoladë. Thash na e humbi këtë. Sepse humbi përqendrimi. Aq ishte ajo që unë mund të bëj. Donte direkt të shijonte. E bëri ndeshjen shumë bukur, madje doli tek kategoria vet doli i dytë në grup, sepse ishte me grumbullim pikësh me 4 sportistë, domethënë ishte me grup për të rinj, dhe në 16 vjeç federata bëjnë të eliminator brenda grupit, që të dalin pas e për gjysmëfinale dhe finale. Arriti u rënditi dyti dhe me pak fat do arrinte i pari. Po kemi edhe sportistin tjetër, Alkeo Bici, është 16 vjeç, shumë sportist i vendosur, shumë pak emocional, që arriti na bënte shumë krenar për arsye se u kthye nga disfata, ky pati të kundërtën, u emocionua shumë dhe humbi kundra sportistin nga Bullgaria dhe i thash kaq. Nuk më intereson humbja sepse po e shikoja që po humbiste, se kishte me raundin. Raundin e dytë i thash nuk më intereson humbja, më intereson Alkeo. Dua të kem Alkeo Bicin e vërtet përpara, nuk e Alkeo. Dua të njoh Alkeon sepse ke ndryshuar. Pra mendohet ç'a lloj presioni ishte njëkohësisht dhe emocion. Raundin e dytë filloi po qëndronte, raundin e tretë e mbylli shumë mirë. E humbi ndeshjen me rezultat 2-1, ishte në favor të oponentit nga Bullgaria. Për shkak me Bullgarinë kemi edhe lidhje, trajnime, aktivitete që bëjmë bashkë dhe e njifte. Ndeshjen e dytë i ra me përfaqësuesin në Anglia. Mi thash Alkeo, mirë se u ktheve. Presor më tha mua do bëj maksimumin tim. Nuk do bësh maksimumin, do hysh dhe do fitosh, i thash. Teknikisht dhe strategjikisht do bëjmë 1, 2, 3 që i shpjegova se si ishte kundërshtari, pasi e kishim informacionin, se dhe informacionin ndihmon.
U fut e fitoi ndeshjen me vendim unanim. Ndeshja e tretë që ishte vendim unanim të gjyqtarëve, po të gjyqtarisë patjetër. Ndeshja e tretë gjyqtar janë 3? Janë 4 5, është me kampionati evropian është fikse, kanë varë, kanë gjithë sistemin se ka dhe varë, shikojnë po problematika të gjitha. Goditjet në mbrezë. Ndeshja e tretë ishte kundra përfaqësuesit të Spanjës. Fati jon i keq. Fati keq kur je vend i vogël, po fati keq dhe kur mundësit janë gjithmonë, domethënë jo opportunity drejt për drejt, po është një gjë që kjo lind nga dëshira e dikujt. Jo një gjë e suportuar me strategji, me plan zinxhir që të shkojë domethënë deri në etapën e fundit. Sportisti tjetër ishte pjesëtar i një kompanie shumë famshme që këta po i bënin filmimin, ishte Imazhi në Spanjë, ishte elementi më premtues. Mundi sportisti nga Bullgaria te Lendisi, e bëri që do dukte sportisti i Bullgarisë këtë që mundi idealin ton. Ndeshjen e parë, do dukte ku diun, një gjë që ishte pa vlerë, jo sportist. Ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme. Fatkeqësisht vendimi i gjyqtarisë la shumë për dëshiruar, kontestimi më që shumë i madh, që rendiste direkt për medalje djalin ton. Pasi bëri gjithë ato sakrificë, gjithë ato përpjekje, jo me split decision, vendim i ngushtë. I thash Alkeo, po, nuk erdhëm këtu që ditën e parë që të fitoni medalje, se kjo kalonte në medalje automatikisht. Dolet e grupi me rënditje spektakolare dhe me pikë e marr përvojë. Po ne erdhëm këtu që të tregojmë dhe të vlerësojmë, testojmë forcën tonë. Pavarësisht se ti ishe elementi më i mirë i grupit tënd dhe pse jo për medalje për vendin e parë, se me 32 vetëm bateria është pak e vështirë, por nuk është e pamundur dhe kemi nisë një projekt të gjergj me sportistët e rinj. Shpresoj, besoj që prindrit kemi një hall zinxhir, por jo vetëm këta, ne kemi edhe sportistë tjerë, klube të tjera, që do t'i suportojnë, siç kemi bërë, dhe jam shumë i sigurt që do arrimte medaljet europiane dhe ndërkombëtare dhe botërore. Kam shumë besim të plotë, sepse stërvitja është bërë fort, djemtë janë mirë edhe për ditë stërvitjen e kanë me qejf. Përpara se ta strukturojmë bisedën, ku do më lejosh që të bëj 4 pyetje shumë të shkurtra me përgjigje të shkurtra, dua të falenderoj ata cilët e bën të mundësuar. Që mundësuan, Ledio, të lutem. Ata që mundësuan këtë biznesin e kemi. Ky është një podcast, ka datuar që në qershor të vitit shkuar. Për momentin shifrat janë online, jemi afro 268.000 views, dhe ekspertët e fushës mendojnë që jemi në rrugën e dur. Ama mos na e quaj biznes, se do na vinë tatimet. Do na vinë tatimet. Se vetëm biznesi s'është. Po pra, çfarë na marrin në shpejtësi? Unë ju inkurajoj të vazhdoni përpara, pengesat janë për të kaluar, shpresoj që mos të jenë ata të cilët e mundësuan këtë iniciativë, këtë sipërmarrje. Ata se këtë dua ta pres ta vë në Instagram. Ata që e mundësuan këtë sipërmarrje janë Hotel Letër, me administrator zotin Edvindule, bashkë me familjen e tij. Për parantezë, ju uroj shumë suksese dhe mbarësi në këtë nisë kaq të madhe të biznesit edhe për parantezë shërbimit. Hoteli pozirohet me një version të dytë të tij, a kupton, në drejtimin e në të majtën mbrapa Edvinit, si motor saj. Zyrën Future Home Orange, të cilën e menaxhoj unë, patjetër. Dhe një kontribut vogël ka dhënë ajo për këtë. Po patjetër. Zyri imobiliare dhe patjetër Ledio Topalli, i cili është pjesë e Domini Group Real Estate. Ledio është regjizori i zonës Lirçanit, por në jetën ti tjetër bën biznes me real estate-in. Për momentin më lejoni të them 3 musketierë, pra mënyrë se si jeni bashkuar. Ledio dhe sportisti me këmbë shaka këta, po okej. Pra edhe një herë, Ether, Future Home Orange dhe Ledio nga Domini Group. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj për nismën, për suportin edhe mbi të gjitha për zërin dhe bisedën kaq të këndshme që ne kemi. Ju falenderoj edhe për kohën, sigurisht që po më absolutisht, se një mendim i vyer dhe një lartësi pra shikueshmërie e bën të mundur që unë të jem sot këtu me juve dhe ju përgëzoj dhe ju uroj sa më shumë suksese. Faleminderit. Sa më shumë. Për mua veçanërisht është shumë interesante biseda sot, se neve zakonisht bëjmë muhabet vetëm për sport, që ka të lidhje me futbollin, kryesisht me Tiranën. Jo, me Partizanin. Ndonjëherë janë sportet traditë. Kurse biseda sotshme që lidhet me MMA-n, për mua ngjall një kurreshtje të jashtëzakonshme, sepse është diçka e re, diçka, domethënë e re për veshët, jo e re për ekzistencën e vet si sport, dhe besoj dhe ata që na shikojnë neve
do ta gjejnë interesante që të mësojnë 2-3 gjëra të reja se çfarë ndodh në këtë sport i cili ekziston, por që nuk ka të njëjtin publicitet siç janë sportet e tjera. Deri tani ti na futen në ndeshje, përpara se shkojmë te ndeshjet. Ka një pjesë të publikut, e cili është duke na ndjekur në YouTube live, në Rooftop Podcast, bëni subscribe nëse nuk e keni bërë, i cili kërkon informacionin bazik. E para, vetëm shkurt, çdo të thënë MMA. MMA do të thotë mixed martial arts, artet marciale mikse, që është dhe emri federatës. Arte marciale mikse, pra është një kombinim i karates me boksin, për ata që nuk e din apo jo? Jo, është një ndërthurje të arteve të marciale, por sigurisht MMA-ja sot, se nuk ju kam treguar, unë para 2 javësh kam qenë kandidat për presidentin e Federatës Europiane. Nuk u zgjodha sepse thash dorëheqjen për arsyet e mia, ngarkesën dhe për menaxhimin e kohës familjare profesionale. Sa kandidat Ishte përfaqësues presidenti i Federatës Polonisë, i Irlandës, Veriut dhe presidenti i Federatës së Serbisë dhe i Shqipërisë. Parimi një antar një vot në votim, pra çdo federatë ishte i nominuar nga antarësia në të gjitha vendet e Europës, unë nominimi isha me 16 vota. 16 president federatash po doni që të isha unë pra nga lindja apo nga perëndimi nga e kishte perëndimi? Jo, unë të them të drejtën edhe nga Anglia kam marrë mbështetje, nga presidenti Federata Angleze, nga Federata Spanjolle. Federatat e vendeve prezente po më shumë i kam pasur mbështetje në vendet ballkanike sigurisht, se unë kam qenë dhe zëvendës president jam aktualisht. Kosova nuk ka qenë në këtë asamble për shkak se ka ndruar presidentin, unë kam bërë të mundur që të jetë pjesë e Federatës Europiane, të bëhet antare me të drejta të plota, por nuk ishte. Gjithsesi, besoj që po të ishin ishte absolute mbështetja ndaj meje. Pra, kemi të bëjmë me një organizim ndërkombëtar siç është FIFA për shembull, ku është edhe MMA-ja. Keni Federatën Europiane me çdo përfaqësues, ke qenë kandidat aty. Kur është themeluar në Shqipëri, viti? Federata është themeluar në vitin 2012. 2012. MMA. Këtu është dhe UFC-ja? Po, sporti MMA sot ka bërë GAISAF është organizata botërore që jep patentën sport, që është bërë aplikimi dhe është quajtur sport. MMA-ja sot quhet sport më vetë, është sport i ri sigurisht, si të gjitha sportet kur lindin që kërkojnë ato licencimin ndërkombëtar. Sport olimpik apo akoma? Në vitin 2032 kam qenë në Brisbane, Australi, kam bërë kjo më dha të mundur dhe që t'isha kandidat potencial për president Federatës Europiane. Çfarë viti? Në vitin 2032 kam lobuar dhe kam bërë një trajnim. Të jetë në 2032? Sport olimpik. Po, në Gold Coast kemi bërë një trajnim vitin që shkoi. Kam qenë në Australi dhe kjo më vendosi kandidat potencial për Federatën Europiane, për shkak se MMA-ja me strukturimin e saj, po një rritje të jashtëzakonshme për shkak dhe të sigurisë për atletët, që ka një rregull standard shumë të lartë, vërtet mund të mendojmë që se boksi është sport olimpik. Boksi është, po kjo është boksi amator me kokore. Është bërë më strukturuar, sepse kjo i ka të gjitha goditjet në trup deri në 18 vjeç. Dorezat janë 6 inç dhe nuk lejon shumë lloj kapje që janë të rrezikshme. Pyetja e dytë. Sa skuadra keni të regjistruara në Shqipëri? Po, në Shqipëri sa klube sportive regjistruar në Shqipëri? Të themi të drejtën, në Shqipëri ka ndodhur një gjë që nuk duhet të ndodhte. Si në pothuajse në çdo fushë. Jo, është për të ardhur keq. Sa e di ditë këtë histori në këtë fjalë. Është për të ardhur keq për një gjë, sepse ti s'mund të ndalosh dot dikë që ai hap një klub për arsye familjare, ekonomike, financiare, largohet e lë klubin, edhe kjo është një gjë që më dha dhe mua. Pra janë hapur dhe mbyllur klubet? Janë hapur dhe mbyllur. Aktualisht janë deri në 10 klube dhe 6 janë antarë të përhershëm që marrin pjesë kompeticione. Jo, federata është federatë shumë e strukturuar nga ana organizative. Janë shpërndarë në qytete ndryshme? Po janë në Durrës, janë në Tiranë, 4 klube, janë në Shkodër. Ne volejboll kemi vetëm 6 ekipë kemi iniciativë në Korçë, po Gradec kemi pasur përfaqësi, po është shkëputur. Në Vlorë janë tentativa për to. Edhe në futboll, në harkun e një 50 vjeçari, antarë Federatës Shqiptare të Futbollit, rreth 20-25 janë, hynë dalin tjerë, ndërtohen ekipe private dhe dalin. Dhe unë nuk dua të ndaloj më shumë gjatë tek pjesa e presidentit Federatës Europiane dhe për arsyet që ju thash dhe nuk mbuloj numri, por dhe për arsye në një farë mënyrë diplomatike. Pas të udhësht të jepi dorëheqjen gjë të cilën presidenti unë nuk ktheu. Po. Tash do bëjmë një emision tash. Kjo fjalë e marrëdhënie diplomatike. Shumë e bukur ishte kjo. Tani ti ke dhënë dorëheqjen sepse dikush aty nga kandidatët e tjerë mendoi që ti bashkonte 16 votat e tij me atë që u bë fitues
dhe ndanin dhe të ardhmen postin njërin parë dhe tjetrin hije, se kështu ndodhë rëndonë, ti mos u përshko, ti thuj atë versionin tënë, unë e di që mund t'jetë kështu, po ti mos e thuaj, ti thuaj të vërtetën tënde, mos e vrit në Jo, absolutisht, e vërtetë, unë do të tregoj të vërtetën, unë do të tregoj... Demokracia është forca e lobimit. Jo, unë do të tregoj të vërtetën e të vërtetës, jo të vërtetën time, të versionin tim. Tani ti marrë gjërat më radhë. Presidenti i Federatës Botërore, zoti Kenneth Brown, në vitin 2022 ka pasur një problem shumë madh, sidomos Europa është shumë e fortë, më madh. Gjithë është kundër Europa, po doli kundra dhe ka qenë një bisedë që unë nuk po e shifja fare për shkak ngarkesës trajnimeve që si ushtarak. Europa gjithë FIFA është kundër gjithmonë. Në një moment hy në WhatsApp dhe shikoj një grup ku persona që si ka mundësi dhe si janë qenit njerëzore të çuditshme gjithandej. Po është intriga, hym në intrigë tash. Po, jo, hym në intrigë sepse është e vërtet. Dhe jo kam thënë në sy. Dhe personat që kishin qëndruar kaq pranë të këtij presidenti ishin kundra dhe unë shikoj çudit madhe aty. Mendova një person që ishte ky presidenti i Federatës Botërore? Anglez. Kishte qenë ish presidenti i Federatës Anglez? Po, ka qenë presidenti i Komitetit Olimpik dhe tani është i Federatës Botërore. Më mas. Po, ishte dhe aktualisht. I zgjedhur me votime. Po, këta tani do ishin të gjithë që të bënin një grup kundra presidentit dhe ta thrisnin në asamblenë e jashtëzakonshme për llogari, po. Dhe unë me dy fjalë shkruaj për dy vende që kemi shumë kufi. I them zotri, unë jam filani dhe normalisht kontributi im në Federatën Botërore deri në këto momente nuk është shumë i madh sa jeni, sepse po marr shtete si Gjermania, Italia, Greqia. Pra, Europa, po këto vende shumë të forta, ju mund sillit 50 sportistë. Pagesat që bëhen fee membership hoteli, interesi presidentit e ju është 100 fish më i madh. Por unë do t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Si mund të jeni kaq jo të drejtë për drejtë me veten dhe me faktet, ku juve jeni ata që presidentit i rinit para mbrapa kur kishit interes, që ishe kryetari Komisionit Disiplinës, i gjyqtarëve, dhe ti paguajshe nga ne që vinin. Po unë kam paguar shumë pak se kam marrë... Se Skënderbeu, deri në gjeta me sysh, po intrigën e sa vetë. Unë kam paguar shumë pak sepse kam marrë me pak sportist. Dhe tani vjen te unë. Unë thashë quaj këtë gjë, një gjë shumë të keqe, sa që i thash dhe një fjalë që më duket si një gjë i thash pas shpine, që duket shumë e rëndë, dhe unë nuk dua t'ju bashkohem dhe ju këshilloj, ju inkurajoj, me presidentin duhet flasim të gjithë ballë për ballë. Presidenti kërkon mbështetjen e tij, kërkon kohën e tij nëse është diçka që neve mund të bëjmë për të. Kjo që kthesa e madhe, kur u bë votimi, presidenti në një farë mënyrë si çdo njeri që për të kuptuar gjonat. Ty të propozuan një grup lobusish që t'ia futshit presidentit Federatës Botërore. T'ia futshit juve atij. Jo, nuk më propozuan ata, po vin 2022-shin. Në vitin 2022 që ishte kjo. Të shtuan dhe ty? Po. Pra në një farë mënyrë. Jemi në grup, jam në grup të Federatës Europiane. Normal. Dhe kërkuan, ju kërkuat njëri tjetrin me ia fut presidentit. Kërkuan të tjerë, unë kam hyrë spontan. Bravo, dakor. Ti the jo, nuk duhet t'ia fusi. Jo, kjo nuk duhet i thash sepse nuk na bën mirë asnjëri. Duhet të mbrojmë të ardhmen e këtij sporti. Dhe në sytë e presidentit të Federatës Botërore, ti fitove pikë. Jo, nuk është se fitova pikë, po unë thash të vërtetën. Po fitove pikë pra. Presidenti më mbrapa më telefonoi, unë se pra unë isha... Sa lekë i dha Shqipërisë ai për këtë gjë? Sa fondi? Ai nuk i dha Shqipërisë asgjë. Asnjë fond nuk i dha. Asnjë fond, po të them vetëm diçka. Në vitin 2023 do bënte kampionati botëror në Itali ose Katar. Dhe ja shtruan në kuptimin që Katari shtroi. Katari po dhe Italia jo keq. Për shkak të kësaj gjendje strategjike politike, presidenti bëri mbledhje urgjente pasi shpëtoi nga emocioni votbesimit që pritet që një nga ata që shpëtoi ishte edhe ti. Po unë isha personi që isha instinktivisht, nuk ishte menduar. Jo, shpërblimi është vetëm kjo. Më thot mua vlla, më thot mua po. Mbrapa pasi u rregulloi kjo, e vlerësoj shumë ato që ke bërë për të mbrojtur jo vetëm thjesht kerin, po vizionin, profesionalizmin. Thash patjetër, i thash unë ishte një gjë që nuk e kam bërë për ty, sepse ne nuk kemi ulur në tavolinë aq pavarësisht ti ke qenë në Shqipëri, edhe nuk kam qenë pjesë që duhet të kemi një vlerësim kaq të madh. Po e vetmja gjë që kam bërë tash, bëra vetëm thjesht të drejtën. Pash një të drejtë që mu duka normale dhe vetëm kjo është edhe kam përmendur. Po, më thot mua, are you ready to put Albanian on map? We want to bring the World Championship.
Desh. Ledio. Jo, më Je dakord me mua? Jo, më dëgjoj, patjetër që do të jemi dakord. I thash unë. Ti nuk e kërkove, por ai në ndërgjegjen e tij e dinte që do të studente. Jo, ai nuk është shpra, bëj një të mirë. Jo, ai erdhi në një vend që e ka gjetur. Ai këtu ka gjetur Belan me institucionet sa ka vuajtur. E lëm këtë pjesën. Ora unë dua që ne të kuptojmë të gjithë. Çfarë ndodhi? U bë më njëherë? U bë. Këtu u zhvillua kampionati botror historik. Po më bër. Por e di që është bërë kampionati botror. Dhe sa filloi të tregonte. Jo. Prandaj thash që ta nxirret pikë që ti e di. Jo, shiko, jo për zotin, jo. Sa filloi të tregonte marrëdhënien, unë kuptova pse u bë kampionati botror në Shqipëri. Sepse më parë thoja kush ishte forca lobuese, pra kush është normale që nuk bëhet. Pse ja ta them pse nuk bëhet? Jo, është normale. Jo se ish ja, unë po që instikti im njerëzor. Po patjetër më. Jo se jam, unë s'kam bërë asgjë. Dhe detyra ime është të përkombin. I them unë po ti thuash dikujt po do bëj botrorin që botrori minimumi do gjysmë milioni euro ta organizosh, ishte thjesht një çmenduri. Unë nuk shquhem që jam një biznesmen, nuk shquhem që jam dhe dikush që kam kapacitet ekonomike të mbuloj, unë mund të mbuloj thjesht presidentit vi për një drek dark. Shqipëri dhe një bilet. Kaq mundem t'i ofroj unë këtij personi, por zotëria në fjalë ta do të jetë dhe suporti jon, pavarësisht se si u bë gjithë situata. U mor një okej dhe një mbështetje nga Bashkia Tiranë për të bërë ky aktivitet. Velia ai do të asukoj, besoj. Ai do të kuptojmë mirë, mëse mirë bën ta mbështesi. Ai bëri shumë mirë, po që një mbështetje shumë e vogël në lidhje me pritshmëritë. Mbështetja mund të themi që nuk mbulonte as 5%. Jo, nuk ka lidhje. Aty s'ka ditë me lobuti. Nuk ka lidhje fare lobimi. Lobimi këtu s'ka lidhje fare, por këtu kishte lidhje kush ishja unë në raport me gjën që organizonte dhe është gjë shumë e keqe. Pikërisht pas se gjë e keqe. Çka gabimi ke bërë ti? Kur Duka vendoste si antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA sillte evente në Shqipëri dhe lobonte njësoj, pra ndihmoi Seferini që të vinte si presidenti i UEFA-s dhe në këmbim do merrte finalen e Konferencës Ligës, se tash. Po, shoqëria shqiptare. Jo, po Duka mendon një gjë tjetër. Duka, ne nuk mund të krahasojmë me Duka. Jo, do të Ramën për këtë punë. Nuk mund të krahasojmë me Duka. Çfarë mesazh Ramës? A do ti ta bëjmë ne këtë gjë? Më dëgjoj, do ti bësh gjithë si po i drejtojmë Ramën. Apo do ti vësh Dukës në mendje të kryeministri. Jo. Forca lobimit më vjen. Tu çdo gjë do të kalojë një parë vendit. Edhe në sport, si në çdo fushë tjetër. Do të kalojë një parë vendit. Politika është prezente gjithandej. Nëse bësh politik në çdo lloj fushë. Shiko, nëse ka nisma të tilla sportive, organizime ndërkombëtare, kur e mbështete presidentin në atë moment. Unë e kuptoj realisht edhe duke po kjo është histori e vërtet. Po pra duke që unë po tregoj. Ndjej që e ke bërë kështu për thjesht për miqësi. Po që instinktivisht, sepse po tash persona që mendova thash si për veten time, këto i rini shumë brapa. Po ta asaj që po bëje, do negocioje. Do ndoshta do ishte bërë pjesë e palës që po ja fuste, për të garantuar një gjë në të ardhmen. Pra, e kupton çfarë po thotë? Ti ke riskuar këtë pjesë. Nuk do të kështu, nëse do përsëritet. Nuk do doja që ta bëja kurrë këtë gjë. Absolutisht këtë gjë nuk do doja ta bëja kurrë që të bëja. Unë do bëj lobimin dhe të vi tek finalja. Presidenti më ka telefonuar, na duhesh në Beograd. Unë erdha mbas kampionatit në sportistë dhe u zhvillonte asamblea në 14 shkurt. Në datën 13 jam kthyer, në 13 natën mi pa avionit shkova prapë në Beograd. I thash urdhop. A bë takimin në Beograd për këtë që do bëni? Jo, kjo është tani 2026-ta. 2023 mbaroi botrori këtu. Të duhet prapë ty ai. Të shkoj atje, në duhet të jesh prezant. Po, kur shkoj? Sa veta ishit në takim? 47 president federatash. Nga gjithë bota. Dhe jo, vetëm Europa. Ju thiri ky president federatës botërore. Po, në Beograd se ishte në zhvillim ishte kampionati në 2023. Po, pra që solli dhe botror. Ishte qetësuar me këta të tjerët këtu. Po, aq ishte ajo, se bë emocioni më. Po, pra. Aq ishte, po. Dhe më thot, vlla, po, je kandidat dhe ke besimin dhe besueshmërinë tonë për potencial për president Federatës Europiane dhe ne vlerësojmë shumë. Pas ke bërë 2023. Por Federata Botrore ishte një krizë shumë të madhe dhe neve Shqipëria i bëri nder Federatës Botrore. Ata nuk na i harrojnë, sepse ata në ato momente që ishin të gjithë problemet, ne u tregon të gatshëm që të mirëprisim kampionatin botror. Nuk ishte një gjë e vogël. Po nuk mund ta marrësh sepse është një risk shumë i madh. Organizosh botrorin domethënë kërkon financime, kërkon resurse njerëzore, kërkon vullnetarë. Pra ti u bëre kandidat. Po. Dhe u propozove nga 16 federata. Po. Pra, se kështu po, në propozim, pra, që teorikisht votet tuat. Kujt ja dhe këto 16 vota dhe me çfarë çmimi? Jo, unë nuk i dhash asnjë çmim, unë vetëm i thash kaq presidentit. I nderuar president, pasi e ka menduar edhe mundësit, jo mundësit thjesht për të bërë rolin si president, apo qasjen time për ta drejtuar, po mundësit e mia reale, fizike, që duhet të jem sa në një vend në tjetrin,
por mbi të gjitha dhe mbështetjen suportuese për të qenë Tirana headquarter, domethënë tjetë se kur bësh president, është mirë që pavarësisht se regjistrohen kryesisht janë në Zvicër këto federata ndërkombëtare, po aty ku është presidenti vendoset edhe zyrat edhe stafi aty drejtohet. Po thash e pamundur. Kishte rival, kishte rival? Rival kishja Irlandën dhe Poloninë edhe Serbinë. Ky Irlandës për shembull, nga sa shteti ishte propozuar? Unë isha tani është modeste, po kam qenë i propozuar nga një numër më i lartë. Më i lartë se këta tjerët. Po, me statut gati 1/4 më shumë se 1/4. Me statut, sa vota duhet marrësh që të fitosh? 51% apo kush merr më shumë? 51, po mjafton që të ishe i propozuar dhe nga 3-4. Të tjerë dhe arrije. Mund të ishe kandidat. Pse nuk lëbove ti merri këta dhe kush shkoi këto 16, kush shkon pastaj? Po sepse unë kur e pash të gjithë kërkesën time dhe unë e bëra dhe zyrtare, po e bëra dhe me kërkesë duke e bërë prezente, që për këto arsye, unë preferoj që më mirë, edhe normalisht në këtë rast, unë mendoj thash që votat e mia, juve jeni se cili vetë që të mendoni për kandidatet e tjerë që më ngellën në garë, dhe juve këto vota mund t'i çoni ju ku të doni, tek personi që ndoshta ka bërë punë më shumë ose mund të bëj punë më shumë në vota e lirë dhe e pavarur. 1990. Po. Jo, dhe në këto moment unë u pranua domethënë ajo dorëheqja ime dhe vazhdoi procesi votim ku secili dorëheqja jote parimore. Po, secili nga kandidatët shfaqi kush e fitoi? Ju a them pak, pasi u bë gjithë. Pasi u bë secili bëri prezantimin e platformës vet, u bë votimi i fshet dhe me vota pak më tepër doli për presidenti i Federatës së Serbisë fitues, duke i mundur të dy rivalët. Derisa është bërë Serbi takimin? Jo, ishte ideja që presidenti i Federatës së Serbisë ofron diçka që të tjerë nuk e ofrojnë. A mund të të bëj një pyetje se të shoh edhe të futbollit? Në shoh edhe te si ka mundësi që sporti dhe lobimi sportiv ka një komplet një filozofi tjetër nga lobimi politik. Federata Shqiptare dhe Federata Serbe, pavarësisht që ka ndodhur këto më, flamuri e këto, kanë një marrëdhënie të shkëlqyer institucionale. Pastaj s'është ndodhur nëpër stadiume, nëpër gjëra, nuk është përgjegjësi e organizatës, e kupton? Lobojnë on block. Kroacia si ishte te rasti juaj? Kroacia janë pro jush ishte kroatët. Se në futboll kroatë. Po edhe presidenti i Federatës Serbe ka qenë pro me, që më ka suportuar pavarësisht edhe kandidatë. Atë po them në sport. Të mërit që fare. Ekzistian në blok. Pasqyron politika e ditës. Presidenti i Federatës Serbe ka qenë edhe në Durrës. Në vitin 2022 ka ardhur dhe ka ndjekur aktivitet kampionat. Pra ne kur se populli kur shef një ndeshje MMA midis një shqiptar dhe një serbi, mbushet me këtë ndjenjë nacionaliste. Pastaj me çojishin, Ungrit ka marrë shqiptar në Beograd. Kjo bushin këtë. Ndërkohë që brapa kuintave janë dy presidentë që me një gotë vogël whisky përpara, duke i gjerur, krijonin gjithë atë darkë, kërcinë mirë, se kjo është kur të jesh që ti vendos për interesin e sportistëve të tu, pra ti në një farë mënyrë do kesh dhe një negocim. Ti që diplomaci. Do thuash pse duhet negocimi? Duhet sepse ti do humbasësh diçka për të ndjekur të ardhmen e sportistëve që mos të votosh. I lirove në një farë mënyrë rrugën të tre kandidatë. Të tre kandidatë më u tregova, ti për kë votove? Për Serbin. Të them të drejtën, unë në fakt nga kandidatët që ishin më shumë kisha të favorizuar përfaqësuesin e Irlandës, se njihja si njeri më përpara, por për shkak se përfaqësuesi i Irlandës më shumë ka ndjekur një linjë universitare në lidhje edhe me sportin, jo shumë te sporti, dhe ky Serbisë është marrë më shumë tek fusha e sportit, mendoj që në një anë më mirë që u bë ky se po edhe nga ana strategjike përfaqësimit, po dhe që ne kemi distancë shumë. Po them drejtën, unë kam qenë për përfaqësuesin tjetër për shkak dhe të njohjes që e kisha më përpara, e njoh që në 2013-2014. Presidenti i Federatës Evropiane tashmë, edhe i Serbisë njëkohësisht, unë e njoh para 3 vjetësh. Dhe njëkohësisht unë isha automatikisht kalova në votim për antar i kryesisë, drejtor bordi i Federatës Evropiane dhe u zgjodha me vendim dhe me vota unanim pas një lloji kontestimi. Pra ti sot jetë qeveria e Evropiane e sportit më mas. Po që kjo ishte një gjë që erdhi si më thënë rrjedhshëm, nuk është se që as e menduar. Kjo jeta e organizatave sportive ndërkombëtare, jeta që bëhet aty është shumë e bukur. Është e jashtëzakonshme. Ke aktivitete, ke udhëtime, takon miq, pafund. Lëri parat me janë. Është shumë e bukur për gjitha.
Fidel Ylli për shembull, po kalon periudhën më të bukur të jetës vet se ne kishim. Është gjithkohon në udhtim. Në Kinë, në Azerbajxhan, shoqëria jonë është shumë e mirë. Shoqëria jonë është, siç e tha Ariani, një nga arsyet, se ne do t'i marrim mirëqenia, çfarë po thuhet. Një nga arsyet që donte të tërhiqej ishte fakti që nuk arrinte dot fizikisht që t'i shkonte mbrapa. E beson Arianin për këtë gjë. Si? E beson Arianin të kjo gjë aty. Patjetër që e besoj. Po e lëm kështu. Unë po. Unë mendoj që ka pasur një arsye tjetër mbrapa, po megjithatë Si, unë jam një aq konspiracionist sa ty. Prandaj në përballë një tjetër. Që ti të besosh, ti të besosh organizative, më mungon në Tiranë të gjitha. Tani të gjitha këto lloj që thua ti kjo jeta interesante, a bëhen dot pa një suport? Ka duhet vi ky suport. Këtu do vim pastaj tek pjesa e dytë e emisionit. Si arrihet te kjo gjë? Ti do vim te ditë më marrja sporti, a këtë në biznes? Ke të drejtë për biznes? Dhe këtu do vim te pjesa e dytë e emisionit, Arian, që e cila Arian është se deri tani folëm për ty dhe për realisht forcën e madhe, nuk e dija që ti paske në nivel ndërkombëtar në këtë gjë, se derisa je antar komiteti ekzekutiv, unë e kuptoj shumë mirë që ke qenë kandidat të tjera dhe ke shfrytzuar me shumë zgjuarsi dhe me shumë diplomaci. Ka qenë shumë instinktive. E di, kjo është e bukur. Po e them një do ta besoj. Unë besoj. Por ka qenë një gjë shumë instinktive. Jeta është një moment. Jeta është një grup WhatsApp-i. Qëndrimi që ti mban në një grup WhatsApp-i kondicionon jetën tënde. Dhe kjo më ka ndodhur realisht disa herë kur unë isha digital. Dhe i besoj instinktit tim që kur 10 vjet bëhen kundër dikujt, unë në përgjithësi them ti jam unë që ta mbroj. Se kuptoj se si do ta ndaj këta 10 vjet këtë interesin e madh. Nëse 10 vjet janë kundër Vinit, unë nuk mund të jemi 11 me ata. Edhe nga pikpamja lobuse. Nuk bien sy. Po nuk fitoj gjë. Domethënë, kështu që, okay. Tani pyetja ime është kjo. Sa kushton e para një herë, zyrtari, cili është buxheti vjetor i Federatës MMA Albania? Sa është? Është 0 me vite. Një sekond. Është 0. Nuk flas për buxhetin që merr nga shteti. Më ndiq. Sa është në arkën e MMA Albania? Sa para futen në një vit? Që mund të jenë sponsor, mund të jetë federata ndërkombëtare, mund të jetë individ, mund të jetë etj. Pra se ju pagoni i palestër për të bërë aktivitetin më. Maksimumi që mund të sigurohen janë vetëm thjesht këto abonimet e sportistëve. As nuk janë më tepër se 10 milion lekë. Jo 100 milion. 10 milion lekë të vjeta në vit. Po. Shumë pak, është pothuajse asgjë. Si ja dini ju që organizoni kampionate? Të them të drejtën. Dhe ato botrore vijnë nga jashtë. Jo, të them kampionat kombëtare. Po, të them të drejtën, bëhet me shumë sakrificë. Me vullnetin e sportit. Federata botrore, presidenti, të gjithë ta kanë vlerësuar dy gjërat e unda, kanë ngel dhe të shtangur dhe të çuditur për një fakt. Si ka mundësi që pavarësisht çfarë përpjekje kanë bërë, përpjekjet e mia kanë qenë të jashtëzakonshme, të gjithë trajnerëve dhe sportistëve për të zhvilluar këtë sport dhe nevoja mbështetjes ka qenë nën 0, jo në nivelin 0 dhe sipër, nën 0. Pra vëmendja dhe ne kemi qenë mbi ritëm e kërkesës për mbështetje. Mendoj pak se sa hapa mbrapa mund të jenë pasandej strukturat dhe gjërat që duhet të jenë suportuese në këtë rrugtim. Dhe nëse kjo gjë nuk do ishte që unë si Arian jam ky personi që thash që gjërat janë spontane dhe me personat që kam punuar, që jam njohur, nuk do japi një suport logjistik, një suport po themi financiar modest. Nuk bëhet fjalë si në këtë rast që shkuam në Beograd, që qenë 2 miq dhe thanë Arian, sponsorizim, pra jo, nuk e bën sponsorizim, ne po e bëjmë për ty si Arian, nuk na intereson fare. Po sponsorizim i soi. Ato që nuk është se reklamuan me ato që ne po e bëjmë vetëm ato që je ti, po a mund të shkojë një gjë që ngre flamurin kombëtar në Beograd? Rim këtu, pra ti thua që deri tani ke një 10 milion lekë vjetra plus minus. Nuk i ke ato, thjesht po i pate gjatë vitit, dhe mund mos i kesh, po që se vinë. Ke edhe ca miq që lart e poshtë apo ca baballar për sportistës që mund të financojnë ai gjë. Po që dhe me ai një prind që sjell fëmijën, a mund të jesh ti kaq hipokrit që ai sjell fëmijën dhe ti thuash shiko se është një gjë pak më. Ndërkohë që ti aderon në Komitetin Olimpik Shqiptar apo jo? Po, te komiteti. Dhe ke antar me drejt vota. Po, patjetër. Pra ti ke votuar që Fidel Ylli të jetë president. Po, president, absolutisht. Vota hapur mos se gjithë për Fidelin votuan aso kohë. Jo, Fideli ka patur vizionin e vet dhe sigurisht që unë e mbështes si vizion. Po, ke votuar. Ai ke kërkuar Fidelin. Ai ke kërkuar Fidelin. Më shumë se Fidelit, po, them drejtën i kam kërkuar dhe tani që shkuam në Beograd. S'kam kohë, thot, dormi një. Jo, nuk është se s'kishte kohë, po nuk është se
u suportuam, ndoshta edhe për shkakun, nuk po justifikoj Fidelin, edhe për shkakun që Komiteti Olimpik funksionon vetë me donacione, është kupolë e sportit, edhe mendoj që duhet jetë një direktiv me drejt për drejt, që Komiteti Olimpik t'i japi target drejt për drejt, dhe ligji që është bërë. E ditë përgjigjen që kam nga Ministria në lidhje me këtë. Ministria tha që... Cila ministri? Ministria e Kulturës dhe Sportit. Nuk e bën ajo ligjin për financave. Ajo lo bën për ta bërë ligjin. Pa tjetër, por e di çfarë më thonë, dhe ligjesh na vjen keq që nuk i suportuam dot sepse fondi miratohet që në fillim të vitit kalendarik. Mirë. Burokracia, kuptoj këtë gjë. Tani, meqense ishim tek lobimi, se Nuk tani ti kam. Gjithë çështja është në lobim. Pra, që duhet parë. Ti je një nga kush e di sa federata janë te Komiteti Olimpik? 100? 30? Jo, nuk janë as 40, janë 46 mos gaboj. Por një federatë është shumë e bukur. Është në YouTube. E kam aty është në YouTube. Kisha hapur federata e lëshimit të plumave. Për zotin. Është e vërtet. Ka një federatë që dikush ngre plumin. Dhe ironia më e madhe është që këtë marri fondë nga Bashkia e Tiranës. Federata e shiko plumat në Tiranë, Lejdi mund të ditë ti e di, ka përvoj, nuk ka pas familje në Tiranë mos ma të pluma. Se çuni dajësim kishim fole, se plumi ikën dhe vjena diçka e tilla, se dita se nuk ka majt. Kjo është për të qeshur për të qartë, po ti sesi. Gjithashtu bën një banket këta, e ka fol Fideli, kishin gjithë ata, thoshte Fideli për shnes Ariani, pra, dhe fjala. Sporti ishte që ti lëshoni ka fazë në pluma, po ishte sport ndërkombëtar kë. Ishte licencum. Ti lëshon plumin, dhe plumi shkon të bërë Serbi. I fushin i shqipte. Edhe ku llogarisht. Kjo është nga federatat tona, për të këtyr temës. Tash gjithë iniciativat personale që merrni ju jeni shumë serioz, edhe pluma është shumë serioz janë, se ndjes se tani ai është sport pasionant dhe ka bërë me ne që i praktikoj. Po ka me të prish qipi rrugës, për shkak. A ka wireless qipi apo jo? Dhe pyetja që kam unë. Pyetja që kam unë në këtë moment është kjo që shteti vetë në buxhetin e tij nuk ju ka llogaritur juve në shpërndarjen që është bërë. Jemi, mund mendoj i njëjti vend e ju bëj thirrje në të gjitha daljet e mia. 0 lekë. Është 0. Pra, kur vjen ajo lista, unë kam bërë një emision Supersport këtu me listën e sporteve që financojnë 0. 2012 sot që flasim. Po, 10 vite 0 lekë. Madje edhe këtë vit që u bë një fond i caktuar, për arsye se ndruam emrin e bëm nga federata që ishte ndryshe emri Arte Marciale Mixte. Çfarë si e ka? Pa funksionon organizimi dhe nga ana juaj siç duhet. Pa as pagesat e të shtetit, domethënë nuk mund ta kërkojmë neve të gjë që shtetit. Jo, shteti duhet të bëjë një gjë, duhet të jetë suportues dhe shteti këtu struktura nuk është suportuese. Jo, po ka një, po mirë, një pyetje kam. Pra zëm ka një problem. Kush e paguan sekretarin e federatës? Nuk ka, është vullnetar 0. Vullnetar? 0. Po unë e di që shteti ka pasur një ligj që të paktën sekretarët e federatave i pagunte. Unë kam qenë kundër këtij ligji, sepse pastaj shteti i monitoronte. Nuk i jep fondet. Nuk i jep fondet. As i buxhet për Qiranës për selis. 0. Minus 0. Pra, në 2017-ën, në Ermal Atribea i Florian Doskja dolën në vend të tretë duke fituar 4 ndeshje, ku mund në sportistë të vendeve që investoj miliona euro. Me medalje bronzi të vendit të tretë në botë, në për kështu pa lekë tonë 2 milionë euro vetë shteti s'ka shans fare. E kuptojmë që duhet. E kuptojmë që këtë dhe kur e dëgjon dikush të them diçka tjetër. Kur e dëgjon dikush këtë që po un po flas, këtu që po flas realitetin, që është bazuar dhe faktuar me të gjitha daljet e mia, janë të faktuara këto që po them. Se unë nuk që të kthej përgjigje vinit, më fal. Po, kjo gjë nuk është që unë do të bëj një festival rocku në Lukov e do të bëj kërkesë. Është detyrim ligjor i Ministrisë Sporteve, i Endri Hoxhës që është zëvendës ministër, sa i merret më shumë me këto gjëra, që unë mendoj që është djalë shumë i mirë, po dhe ai ka problemet e veta në drejtim, si çdo njeri, që të gjitha federatat që janë te Komiteti Olimpik, ti thot Komiteti Olimpik vit për vit, mos sill pak numrin, mos sill pak gjithë federatat që i ke licencuar, ti marri dhe të thot minimalisht qira Selie, pagesë sekretarit përgjithshëm, dhe të paktën një aktivitet kombëtar në vit, do t'ja ishim neve. Dakor. Pastaj, a do ti, si edhe kampionatin botror në Shqipëri, dhe a do të aplikosh ti dhe të lobosh ti për fonde shtesë? Patjetër. Jam dakord. Po ky është detyrim e vinë tash? Është detyrim. Ajo që unë po mundohem të evidentoj, pa dhënë fare asnjë opinion timin se nuk di. Është drejtë shumë. Është kjo që
A është organizimi dhe shteti është në gjendje të fjetur, apo nuk është organizimi? Pse? Kur bëhet buxheti edhe i ministrive, dërgohet ajo thirrja për të hartuar kërkesa specifike se cilës ministri që të merret parasysh për projekt buxhetin e vitit pasardhës. E njëjta gjë është ai dërgohet kjo gjë që thua ti Komitetit Olimpik dhe Komiteti Olimpik ka kalendarin ka kalendarin kërkesat i kanë bërë për vit. Për vit, ka kalendarin e aktiviteteve. Pastaj automatikisht ajo dihet, nëse ti është me statut, një federat duhet të ketë një president honorifik dhe duhet të ketë një sekretar të përgjithshëm punësuar, por siguracionin që kush e pagon. I paguajnë nga xhepi. I paguajnë xhepi. Të gjitha nga xhepi. Kjo është organizat minimalisht. Ja heq fëmijëve nga puna që jam shoqëruar zotit jemi të përsuar. Është me ligj. Si dy prindër të dy fëmijëve, unë dhe bashkëshortja ime dhe sakrifikojmë shumë që unë të paguaj detyrimet, taksat e federatës të NIP-it, të gjitha i paguaj nga xhepi, ma beso. Do thoni tani që po ti ke edhe këto antarë që kanë federim. Buxhet s'ka. Ligji i sportit ka qenë 2002-shin, unë nuk e di edhe Rusia me Ukrainën do ta gjetë me kollaj gjuhën për anë pushim, do ta gjej, se sa sporti me shtetin tonë që ka 20 vjet, unë se kuptoj çfarë ndodh. Isha në një debat, me kisha më thonin mua, jo po ligj, 20 vjet, po le bëj gabim, rregulloj rrugës, 20 vjet, 24 vjet, që kur ka filluar kjo historia pas 90-s, ligji i sportit, bëjmë më zotërinë e sportit, Kosova e bëri, Maqedonia e bëri, Malizia e bëri, Serbia e bëri. Federata si zoti italian Serbi kanë 3 milionë euro buxhet në vit. I çikane. Bëjmë më këtë punë, bëjë ligj sporti. Këtë punë ke vetëm. Nuk kam kundra. Bëje ligjin e sportit. A do ketë evazion të fiskal të ligjit e sportit? Do ketë, do rregullohet rrugës. Normal. Bëje me 30% që Future Romonin, çka 10 euro në vit o zoti i madh po dolim në fitim. Që do t'i japë tatimeve, 3.000 japë Erianit më burr. Pilçohet klube. Ka zgjidhje, absolutisht, ka zgjidhje. Janë situata që janë zgjidhshme. Ore 1.000. Unë kam pasur kam dhënë mundësia që duke qenë edhe që jam përpjekur të tentoj shumë për si sportat që janë përpara. Kemi organizuar edhe 4 herë kampionatin ballkanik sa për dieni në Shqipëri. Jemi bashkë themelues të Federatës Ballkanike. Në muajin prill tani organizohet kampionati ballkanik në Beograd dhe do marrim pjesë sërish. Prapë në Serbi, me atë. Jo, është sepse kanë strukturën kanë bazë logjistike. Është bërë 4 herë në Tiranë. Ja kërkova edhe unë që të marrim përgjegjësi. Në Serbi, e di çfarë ndon Serbi o vino. Në Serbi, duke qenë dhe një vend me ato problemet e veta nacionaliste, sporti është shumë i rëndësishëm, sepse flamuri i lartë është gjë shumë e madhe. Njerëzit pra të flamur punojnë më. Ajo që më për çfarë jep lekët Vučići 2 milionë euro, ai jep, se i pari venit jep gjithmonë lekët në vende të vogla. Për çfarë jep parat? Jep parat sepse aty kanë thonë që ky njeriu që ka bërë këtë aktivitetin, do marrë 7 trofe, do ta grejë emrin e lartë Serbisë. Do mundi shqiptarin, ne do themi mundëm shqiptarin, se sporti është politik. Ministri Blendi Gonxhe e kam pas qef, po bikën pak ai respekti. Gjëja parë që njeriu i parë që takoi kur u bë ministër, takoi Eugjinin. Eugjini është çuneri, administrator i faqes Interclub Albania. Interclub Albania. Tifoz të Interit në Tiranë, ose dushka. Bëri foto me atë dhe tha do të sjellim Interit të bëjë një shkollë sportive në Shqipëri. Tani këta o realisht nuk janë Terezi nga Trut e Kokës. Jepojmë kohën e klikimeve. Apo bëjmë PR. Edhe disa emisionin duhet të parë gjëja në themel. Dhe problemi i madh është që nuk shikohet në shtrirje në themel, po e marr dhe te sporti im. Këta bëjnë 2-3 ndeshje, bëjnë ndeshje promovuese me 7 sportistë ndej këtej. Bota jashtë, para se të shkojnë te Maja, që të bëjnë 7 ndeshje, që thjesht duket ai imazhi Fight Night, bota jashtë sigurojnë themelin. Çfarë do të thotë që ti merresh rrit gjeneratat, dhe kur gjeneratat prodhojnë, ti nxjerr pastaj 7 sportistë elitarë që bëjnë një ndeshje, që të kënaqet dhe publiku kur kalon profesionalisht. E vërtetë është kështu. Por këtu nuk kuptojnë këtë gjë që ti nëse nuk ndërton shtratin e mirë, pra nuk ndërton një gjenezë të gjithë sportistëve, është fatkeqësi. Këta e kuptojnë. Por këta nuk duan të Ti nuk mund të jesh diskriminues dhe për sportet njëkohësisht. Që ti thua unë suportoj këtë sport se këtë ka qejf ku diun. Po djali im në zëm nuk e kishte qejf të sport para ca kohësh. Donte futboll, çfarë them, nuk do suportoj futbollin, po ti jam pozit. Shiko. Pra fjala që bie ose nuk do suportuar një gjë tjetër. Shiko, ata që janë pushtet sot. Por në përgjithësi pushtetarët kudo, çfarë duan pushtetarët? Pushtetarët duan që Fideli do me drejtë që kur larg qoftë mos jetojmë më aniknit, të kujtohet si njeriu i cili solli medaljen e parë olimpike në Shqipëri. Dhe kjo ndodhi. Në drejtimin e tij ne kemi marrë një medalje olimpike. Dhe askush nuk do gërmoj që neve
bëm një ligj për ta shpërblyer medaljen dhe për ta prodhuar, dhe pastaj bëm një ligj për ta bler medaljen dhe për ta shpërblyer medaljen që blem dhe nuk e prodhuam. Është vërtet pra. Ne kemi një ligj sot që i shpërblen medalistët më mirë se gjithë Europa. Por duke qenë se nuk prodhojmë, duhet që ta kemi gati medalistin. Dhe shkojmë në Çeçeni dhe e blej medalistin, dhe pasi e blej medalistin dhe e shpërblejmë. Nuk merret njëri me këto historira. Ka marrë mallin në Fidelin. Jo, po është koncepti. Nuk merret njëri me këto histori. Po, ka qenë, nuk merret njëri me këto historira. Ka sjell medaljen e parë në Shqipëri, thot ai. Ndërkohë që në sistemin komunist u ndërtua një sistem nga 78-a që zgjati deri nga fundi i viteve 90 pastaj, që prodhonte. Sigurisht, sukses kishte ai sistemi, se ai prodhonte deri në një farpike, më 7 metrë, 9 metrë, në 21-shin, me ekipin e parë maksimumin në fitorit dhe prodhonte. Të gjithë mëshin me sport të organizuar dhe të mirëfillt, mundje, ciklizëm, të gjithë, se ishte sistemi. Investonte shteti në organizim, prodhonte, investonte në infrastrukturë. Sa palestra MMA janë ndërtu gjatë këtyre viteve nga shteti? Dhurat. Zero. Sa ka aktualisht me fonde palestra që kam ndërtuar unë që paguaj qera, që është Akademia Kryesore, që kam bërë me Oktagon, është e gjithë e bërë vetëm nga ana ime, nuk ka zero support. E di çfarë thon ata kur mblidhen aty lart dhe mendojnë për njerëz si ty dhe si ne me budallaj. 100%. Po s'ka problem. 100%. Po mirë, koha do t'i gjykoj të gjithë. Unë jam njëse budalla si ty, mos unë sport jam 20 vite që më herë. Përkundrazi, unë nuk mendoj që ata që janë lart duhet ta gjykojnë kaq të sekt, sepse ai mendimi është i liri kujdo, por në njëra anë dhe në ana tjetër është i kontrast shumë i madh, sepse kam patur fëmijë të këtyre që janë kundra këtyre gjërave, që i kanë sjell po tek unë për t'i drejtuar më shumë dhe për t'i sjellë në jetë apo për t'i bërë më të fortë edhe jo më të fortë, por për t'i bërë më njerëz aktiv në jetë. Dhe paradoksi është shumë i madh, sepse koha me faktet dhe realiteti me veprimin është një gjë që e shbën dhe e mund mendimin e thjesht të menduarit që këta po bëjnë një gjë pa vlerë. Pra, vlera qëndron pavarësisht mendimit apo mosvlerësimit të dikujt. Ka pak rëndësi. Dhe për mua ka pas pak rëndësi që kur e kam nisë këtë sport. Babai i një miku ton, Alban Seferit, ish presidenti i Tiranës me Tush Seferi vitet 90, kur unë sa fillova gazetari nga 2002-2003, bëmi një takim se bëmi një intervistë. Edhe po e pyeta pse nuk e kishte klubin privat. Pasi kishte një marrëdhënie me Bashkinë e Tiranës, ku ky pagunte shpenzimet një hibrid shqiptar. S'ka marrëdhënie të tilla në botë, o je shtetëror, o je privat. Tha në 98-ën, tha Edi Rama erdhi ministri i Kulturës dhe Sporteve. Dhe filloi ato flamuj gjërat ula stadiumi, kishim ndeshje me Greqinë, bëri eventin gjërat, PR që ai ka nota 10. Dhe duke qenë çuni i ri, e ke parasysh ne I kërkuam nëpërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit një takim, ishim ja 5 president klubesh që po harxhonim shumë lekë, atëherë s'kishte të ardhur afare. Atëherë ata harxhonin shumë lekë dhe të bënim një ligj që të bëheshin pronar të klubeve, do ta kishin pronë tonën të klubeve dhe bashkangjitur dhe me stadiumet, pra me asetet. Po pa ndryshim destinacioni, që atëherë akoma nuk është bërë ky ligj. Dhe vajtëm dhe na thirrin takim. Isha unë sa më ftar Çela, tha, pinë me Tushi gjithaj Durrësit, kokat e Durrësit ishin. Edhe gjithshim shkruajt në gjë. Unë sa u tregova pak më kërkuese këta të tjerët, dhe thashta që ore të paktën të kem klubin, e lëm stadiumin se po të paktën të jem pronari I aktivitetit, se nuk jam as pronari I aktivitetit. Edhe kush me tu Seferi, pa me tu shajde, ç'a doni ju kështu, se ti që ke më kështu se këta, mbate një kollare me Tushi. Prezidenti ishte të na argjën lekët tona. Jeni të sporti, me kanë ashtu, argjëlika. Ç'a do tani, tha. Po, jeni Terezi ju I tha, tekstualisht më ka. A jeni Terezi ju I tha. Ju doni tha të merrni Tiranën, të merrni Partizanin, të merrni Dinamo, të merrni Vllaznin. Doni të merrni dhe Qimar Stafën, doni të merrni stadiumin Dinamo. A e kuptoni ju çfarë shteti tha apo jo? Shteti është pikërisht për të mos e dhënë ju këtë gjë. Kështu që dash vazhdo sponsorizimin e ta, dash vazhdo, se vjen me Tushi tjetër tha jetë lekët aty tha. Kështu që kemi mbeti. Po patjetër neve ai është prapë kryet vendit, ai prapë ka mentalitet. Absolutisht ne vlerësojmë çdo që drejton vendin, edhe sporti MMA-ja, Federata MMA-s, unë kam shprehur publikisht që e kërkon institucionet bashkëpunuese. Këta tentojnë që të rrinë në një distancë sikur ne, pra kërkimi të drejtës duhet të bëj gjumë grup. Jo, kjo është një gjë shumë e gabuar dhe kjo vlen të theksohet kjo, sepse në fundi unë kam ndërgjegjjen e pastër. Përpjekja ime ka qenë mbi iniciativën edhe mbi minimumin e suportit edhe detyrimit që ato kanë. Dhe kjo është një gjë që dhëmb, por kjo nuk më dhëm mua personalisht. Kjo I dëmton gjeneratat sportistët I humbet, se ne kemi sot sportistë, po nga kjo federatë që I kenë në Amerikë sot.
që ndeshe, një ke në Europë, të dalë po nga kjo federatë që është ndërtuar me mendimes, me thonë. Shqiptarë të cilët në mënyrë individuale? Po janë profesionistot, Kate Shorter, UFC kanë arritur, sportistë shqiptarë në UFC, në boks. Në çfarë federate botërore aderon ai? Të cilit shtet? Apo është individual? Jo, kur je profesionist i zgjedh të përfaqësosh vendin tënd, sepse je me donacione private, por derisa të bësh, kjo pra është që jam përpjekur t'ju tregoj. Sporti mbështetet, federatat mbështeten në themel. Ti mund t'i marrësh sot 5 lekë dhe ja jep vetëm dikujt, një personi, mua që jam profesionist. Por nëse ne nuk mbështesim këto palestra, pikërisht që thoni ju, trajnerët që lodhen, këta sportistë që t'ju blesh një palë uniforma, që t'ju blesh 2 palë doreza, ti inspirosh, po ti ke bërë gjë më të madhe për këta, se ti i ke dhënë jetën atyre, kur ti i bën një gjë kaq të vogël. Se për ata nuk ka rëndësi, ata e bëjnë përpjekjen e vet, e kanë dëshirën për ta bërë ato që duhet bëjnë. Po kur kujdesi, besnikëria, kujdesi ndaj tyre, bëhet në një formë ose tjetër, për ata është gjithçka. Ata e mbajnë mend. Kemi qenë fëmijë, vetë mbajnë mend gjëra shumë të vogla. Nga njerëz të rritur, krijohet kur të vinte daja, kur të vinte dikush në familje të jepte diçka dhuratë apo të thua, duket sikur të kishte fal gjithë botën. Dhe pikërisht çfarë do t'i themi neve këtyre nesër, këtyre të rinjve? Kam unë pyetje tani për ju se ju më keni thënë për këtë dhe çfarë mund t'i themi? T'japun një përgjigje për këtë gjë si e mendoj unë. Në fillimin e viteve 90, ku, do të thënë, Shqipëria ishte degraduar, por strukturat sportive ishin reale. Këtë mirë pa ishin stadiume, fusha sporti, palestra, etj. Pa fund. Në Arki po bëja një emision për infrastrukturën në Supersport, para 2-3 vitesh, edhe gjej një gazetë sporti popullor të vitit 91, ku ishte shkruar nga një gazetar nga Shkodra, ku si u zhdukën 17 fusha sportive në Shkodër. 91. Diku ishte bë një treg, diku ishte bë një ndërtim paleje, diku ishte bë, sepse toka skujt zihet më kollaj. 17 fusha sportive, imagjino sa mund të kishin qenë ato etj. Edhe më tregonte pastaj Ferran Riza, njëri thoshte që shumë të shqetësuar, thoshte nga viti 92-93, kur ndryshu sistemi që kishin filluar këto shitje të ndeshjeve në futboll. Edhe Agustin Kola i thot Florian Rizës, i thot që Florian i thot, ç'a bëhet shumë Florian, po fillojnë shitjen ndeshjet. Këtu po shitet uzina dhe fabrika, i thot Florian, jo më ndeshja. Shishe. Mirë, po përgjigja jo nuk mbetet tu. Patjetër, kjo është një gjë që ato janë ta lënë pasionin. Po të rinj duhen mbështetur pa kushte dhe nuk duhet të jemi kështu esenciale diskriminues ndaj tyre. Pra që un kam dëshirë këtë gjë të mbështeti të gjitha sportet dhe të lidhemi, të ngelem te MMA që përfaqësoj, po dhe çdo sport tjetër un jam pro të suportohet. Nuk diskutohet si sport dashës mbi të gjitha. Të gjithë ne jemi këtu, po. MMA sot është bërë sport shumë i strukturuar dhe është sport masiv. Është sport që një fëmijë e gjen veten te ky aktivitet, një i rritur e gjen veten. Ndërsa sporte specifike kërkojnë element specifik. Çfarë do të thotë? Proporcionalisht, ti në MMA nëse nuk ke mirë veprimtari të dy luftimit me duar apo me këmbë, ti mund të jesh fare mirë një mundës shumë i mirë ose me kapje dhimbje prurëse. Ose e kundërta. Pra, fëmia e gjen më mirë veten te kjo, përveç se ka një strukturim dhe standarde të jashtëzakonshme të kujdesit teknik dhe kujdesit të rregullores MMA-ja sot. Pra ka bërë aplikimin për të qenë pjesë, di çfarë do të thotë për një sport kaq të ri me zhvillim kaq të madh. Ka bërë aplikimin për të qenë dhe do jetë në vitin 2032 tek lojrat olimpike MMA për herë të parë. Dhe duhet punuar sot kur të vijë momenti atje që një nga këto elemente që kemi. Po, gjithë gjërat dolën në kontekst, është shumë mirë, po besoj. Nga pikpamja e rezultateve, në kampionatin evropian, kur u bën në Serbi, u bë kampionati evropian, të sa të dolëm? Një sportist dolën në vend 7, ku të dyve ju akordua pasi unë bëra reklamimin te presidenti i Federatës Botërore, i cili e ka parë. Jo, sepse u bë problem. Që të dëgjoj. Unë isha dhe trajner aty dhe isha në vijin e fundit, domethënë kur ti isha president ishte në mënyrë diplomatike. Dhe duke qenë edhe trajner dhe president vet. Po ishte, jo isha trajner aty, nuk isha në rolin e presidentit, absolutisht. Edhe unë nuk e pranova rezultatin dhe vjen një nga gjyqtarët që ishte nga Emiratet Arabe. Dhe më tha mua, pam ndeshjen, po humbi ai juaj me vendim ngushtë, gjoj thash. Që të më thuash nuk kthehet më as pse do të ndeshja për vend 6, vend 7? Po, jo kjo ishte që vendose për medalje, vinë në vend 4 direkt me medalje bronzi. Që të më thuash i thash, unë nuk e kam problemin thjesht unë për një medalje. Mund të më thuash i thash, çfarë do t'i themi këtij djalit që fitoi dhe thot,
edhe në kampionatin evropian pas dhe diskriminimit. Dhe morët medaljen, ja? Jo, nuk e morëm. I thash, po ti duhet kesh kurajo, që të vish të thuash, ju jeni, përveç se jeni trajneri, jeni dhe presidenti federatës, keni votuar dhe rregullat që ka sot federata botërore. Kjo nuk kthehet më dhe djali fitoi fatkeqësisht ndodhi kështu si ndodhi. Dhe ka gjë i thashë kërkojnë nga ty. Kishte kundërshtar? Kundërshtari ishte i Spanjës, që ishte i suportuar në moment po bënte edhe Dakor, pra me njëri dorën vend 7 nga sa vende që morën pjesë aty? 32 sportistë. 32 sportistë. Në 32 sportistë doli 7. Doli 7 i Shqipërisë. Federata ndërkombëtare. Do sigurimet i pagun ti. Federata po patjetër. Kush është sekretar? Federata ndërkombëtare. Jo, unë jam presidenti i federatës. Po sekretar kush është i federatës? Është dikush vullnetar që e bën. Po i pagun ti sigurimet aty, se është regjistruar shteti. Po patjetër, ato sigurimet i bëjmë ne nëpërmjet NIP-it, unë i paguaj kur kemi aktivitet. Dua të them që gjithë kjo gjë që pra mund të ishte marrë medalje pavarësisht, domethënë se që një vendim, po të shikoni un kam video të ndeshjes. Në qoftë se ne do merrni medalje, sa është përbleshja nga shteti me nivel medaljesh? Po për të rinjtë ka diku te vendi pare ka 10 milion për këta minus 18 vjeç. Sa pra që ti minus 18 i kishe këtë Europë? Po i kisha kam sportistë të rinj, që këta për 2-3 vjet nëse vazhdojnë janë për medalje sigurisht. Po medalja bronzit sa është? Medalja bronzit është 3 milion dhe medalja e vendit të vendit të dytë argjendit është 6 milion. Pra të vjetra apo të vjetra? Të vjetra, pa dyshim. Sikur ta di ai gjyqtari nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që me gabimin e tij i ka heqë sigurimet e një viti sekretarit federatës, do kthehej do gabi vetë ato 3.000 euro. Pa bëj Allahu, ditë pa bëj Allahu. Ishte parim. Jo, ishte po, gjithë ishte parim kontestuese dhe të dy sportistët tanë morën pjesë me 4 sportistë, ku njëri kaloi vetëm 16-at, tjetri kishte eksperiencën e parë, përfaqësimi që dinjitoz. Ndërsa me 2 sportistë federata ndërkombëtare çmoi të rrugës sepse qenë 2 sportistë se ta mendosh ndeshjen e parë sportisti i parë Renisi që ju thash mundi kontenderin, pra ishte personi që do dilte i pari dhe ky e stopoi. Edhe u vlerësoi me certifikat mirënjohje për përfaqësim dhe zhvillim dinjitoz për pjesëmarrje të parë në Europë. Nuk e di ka vini, më kam një pyetje të fundit, nga ana ime, pse ka vini. Kur ti u tregon atyre miqve tu se kur hani darka aty ato presidentë federatave tjera që përveç se marrë një 2.7 milion, sa the nga 3 milion nga shteti, jetojnë, me ato lekë dhe jetojnë atase. Djetë e tani, për edhe lekët të arka që ti pagun edhe ato sigurimet nga xhepi jot, ç'a thonë ata? Ata thjesht çuditë nuk e imagjinojnë. Nuk e imagjinojnë. Jo, ata vetë nuk e imagjinojnë dhe vlerësojnë faktin që pavarësisht të gjithave jenë në këmbë dhe çuditën si qëndron në këmbë. A ka shtete tjera në këtë nivel? Ja, këtë them. Deri sot nuk kam dëgjuar asnjë shtet. Edhe Angola, që është në Afrikë, suportohet sepse presidenti i shtetit është autoritar ushtarak dhe i suporton gjithë sportin. A pasan zgjidh ata? Jo, po të marr Angolën, po të marr të fundit, nuk e di, jo të fundit, se Kosova për shkakun që konsiderohet nga të gjithë si e fundit në organizim. Jo, Kosova është shumë më mirë. Është shumë më mirë. Nga prodhimi sportiv ne jemi më mirë, se jemi federatë më organizuar përpara. Sportistët që kemi për momentin sportistët që kemi ne janë dhe sportistët e Kosovës janë zhvilluar shpejt, po kemi... është i vend bot pali sport. A ke shpresa të janë se do ndryshojë kjo situatë në njërë du të këne? Shiko, unë kam thënë në vitin... Për federatën që ti unë kam thënë në vitin 2012 një gjë, që do përpiqem sa të ke mundësi këtë sport ta çoj përpara aq sa unë mundem, dhe më vjen mirë që këtë gjë nuk e bëj thjesht për vete, po e bëj për shumë të rinj, në fundit dhe atje del emri i Shqipërisë Team Albania. Unë do bëj maksimumin edhe nga pozicioni që kam pas më përpara, thjesht si president apo përfaqësuesi i Federatës më mas të Shqipërisë, të jem sa më dinjitoz dhe profesional, po njëkohësisht duke qenë antar i kryesisë Federatës Europiane, mendoj që do t'i mbroj shumë interesat e sportistëve shqiptar dhe do synoj sigurisht sjelljen e një aktiviteti madhor sërish në Shqipëri, duke kërkuar, duke ju shtrirë dorën e bashkëpunimit të ndërsjellë, të respektit, që të bëjmë gjëra të mëdha për vendin tonë, për të rinj tanë që të ngelen për gjeneratat që vinë, dhe jo për mua si Arian. Unë e kam shumë të thjeshtë, siç mund ta ketë kushdo tjetër, me profesion jam ushtarak, me sportivitet, me ana sportive si trajner, kam nivel ndërkombëtar mjeshtëror që njifem, dhe unë mund t'iki në secilin shtet të botës. Dhe të them dhe një gjë tjetër, dëshiroj ta falenderoj presidentin e Federatës së Bullgarisë, që kam shumë mik, Stanislav Netkov, me të cilin kemi ndarë shumë eksperiencë, kemi organizuar kampionatin ballkanik. Ai ishte kundër mbretit apo atëherë apo pra?
Ishte neutral, po mbrapa më tregovi arsyet edhe më tha mua që ishe shumë i kështu tha, ke qenë shumë vetvetja, shumë instiktiv. Dhe më tha, vlla Arjan, nëse shikon të pamundur, pasi po shikon dhe që po vështirësohesha shumë, pra madje edhe nëpërmjet ambasadorit të Republikës Bullgarisë në Shqipëri, u munduaj që të suportonte, po këtu rjeta është shumë e fortë që rjet për çfarë do kapim. Të si të ca lek thuati. Jo për të suportuar, pra bëri dhe ai çmos që të bënte një mënyrë takime, po nuk funksionoi si duhet dhe më tha kaq. Unë e di tha që ti tha ke mentalitet, nëse je shef keq, un kam një palestër të madhe në Sofje, do jesh krye trajner edhe do t'i fitosh gjitha ato që ndoshta ke humbur. Dhe them drejtën, e vlerësoj shumë atë gjë që ai ka bërë para 2-3 vjetësh. Edhe unë sigurisht që nuk e pranova, i thash e vlerësoj shumë këtë gjë, po unë dua që këtë që kam nisur, aq sa të kem mundësi ta çoj qoftë edhe një hap më përpara. E disa krenarë ndonjëherë më zë koka kur e kujtoj që kemi bërë këtë podcastin. E disa krenarë më shumë shpesh koka. Po jam shumë krenar ndonjëherë që kemi bërë, sepse diskutojmë dhe u ofrojmë njerëzve shumë të rrallë, po them mund të jenë me gishtat e dorës në këtë botën e sportit dhe jo vetëm, si puna juaj. Unë ju vlerësoj shumë. Jam i bindur që njerëz si ju nuk ftojnë rast në studio, sepse unë ju nuk je vlerësoj objekt shumë. klikimesh, por je objekt mesazhesh. Absolutisht. Unë ju vlerësoj shumë. Nuk ka më mesazhe, por ka vetëm klikime. Unë ju vlerësoj për një gjë dhe sigurisht nuk s'kam bërë asgjë të madhe. Ta them me sinqeritet. Unë jetoj me një lloj jetese shumë modeste, që dikush tjetër, pra dhe këta të huajt jashtë vlerësojnë një gjë te një person. I varfër paguan për qef, i pasur jo. Jo, ata vlerësojnë një gjë bota jashtë, vlerësojnë sa e real je ti dhe në një farë mënyrë duke qenë real edhe profesional, se s'ka si tjetë ndryshe. Po unë jam i lumtur. Ti ke një gjë që nuk e të paguar. Ti ke një federatë të ndër. Federata s'është e ime. Mirë, në kuptimin e drejton një pasion të ndër. Unë drejtoj një federatë që ndoshta një kohë caktuar do t'i ngelet, unë nuk jemi askush, nuk është i përhershmas. Unë thjesht duaj që ta shtyj këtë gjë përpara, ta mbroj sa më shumë interesin e vendit kombit tim. Kjo është e gjithë ajo që kam dhe mesazhi im është për të rinj, për çdo që ka një iniciativë si përmarrje të vazhdojmë të luftojmë se një ditë do t'ja dalim gjithë bashkë pavarësisht peripecive dhe vështirësive që kemi hequr dhe që kemi përpara. Rruga nuk është asnjëherë e lehtë, ka vështirësitë e veta, po synimi, përkushtimi, drejtësia, motivi dhe motivimi ja dalin gjithmonë mbi ato që janë gjëra jo reale. Nga Hoteletër ju përshëndesim. Arjan, faleminderit që besoni. Faleminderit edhe juve që na besoni dhe faleminderit që komunikuam dhe ndam një kohë kaq të vyer dhe mbi të gjitha kaq dinjitoze për sa i përket eksperiencës time. Unë e vlerësoj shumë dhe ju uroj vetëm suksese. Mirupafshim.